varet shumë për komunën e Voshtresë, varet shumë për popullin shqiptar të Kosovës dhe për gjithë kombin. Jena të luë sot të që të nderojnë, të respektojnë jetën dhe veprën e profesorit tashmë të nderë. Kontributi i profesorit gjatë jetës e tij për veprëmtarinë e çështjes kombëtare ishte më të vërtetë i madh, ishte me shumë sakrifisa, që në ditët e rinisë, sigurisht edhe palë traditës, familjes dhe të fshatit, ku lindi në Gjosaj, ajo rrek me çështën e të drejtës së popullit të tij për liri. Dhe kjo aktivitet i tij sigurisht pastaj u dënue nga pushteti i atëhershëm komunist dhe pastaj edhe u burgos profesori. Mirë po veprëmtarinë e tij asnjëherë nuk do ta ndalë. Profesori ishte aty sa herë që kishte nevojë e çështjes kombëtare. Sa herë që tjerë mendojshin që profesori me kontributin e tij mund të japë diçka konkrete për çështjen kombëtare, ai e vlerësonte këtë edhe ishte aty. Profesori kontributin e madh të tij edhe në çështjen e arsimit. Në komunën tonë Voshtre edhe në Prishtinë edhe gjithkohë për gjeneratët e reja. Dhe ai kontribut ishte i madh dhe tash sigurisht do të flitet pak më gjansisht për këtë kontribut. Përveç që edukoi gjeneratët e reja, ai dha shumë në këtë lami edhe shkencës të lingvistikës, gjuhësisë, shqipe, pra, edhe i dha shumë edhe historiografisë, asaj vjetër, po edhe më të reshtë e luftës të shtrisë ligjimtare të Kosovës. Ai është njeriu human, ishte humanist shumë i fortë, shumë i madh, dhe kontributi i tij, veçanërisht në pajtimin e xhaxheve, jo vetëm në Voshtre, por gjithandej në Kosovë ka qenë shumë i madh. Populli i Voshtresë, populli i Kosovës, shumë e vlerësoi punën dhe aktivitetin e profesor Zenunit. Ishte i dashur për të gjithë. Veçanërisht populli i Voshtresë mendoj që ndihet i obliguar ndaj punës dhe veprës së profesorit, sepse kontriboi shumë në komunën tonë. Pushteti komunist i atëhershëm para luftës ja pat ndalue edhe të drejtën e natyrshme të jetës që të martohet me ato që donte. Por Remzia, që sot fatkeqësisht në pamundësi sot se kem prezentu, nuk e ndëgjoj këshilla, sugjerimet, presionet e atij pushteti dhe vendosi që ta pret derisa të kryejnë burgun ashtu e fejuar se ishte. Për të martu pastaj me te. Këtë kontribut është vështirë që ta çmoj me fjale edhe me vepra, është sigurisht deri tash nuk kena mujt asnjëherë profesorit me dhënë vlerën e punës së tina, por sigurisht Voshtrea spaku e ka vlerësuar dhe do ta vlerësoj gjithmonë veprën e madhe që ka bërë deri tani. Ai do të jetë në mendjet e gjithë voshtreasëve, humaniteti i tij, bujaria e tij njerëzore, gjithmonë do të jenë në kujtesën e popullit tonë. Andaj lavdi. Më lejoa të një për raste më të shpejta do një institucione kulturës, do një shkolle që do të ndërtohen në Voshtre, të ndërtohet me emrin e tij. Ndajmë dhimbjen, ndajmë pikëllimin me familjen. Lejoni që në emër të Fakultetit të Edukimit të sjell ushtrimet tona më të sinqerta për të gjithë ju, për kryetarën e komunës, për miqtë e vujtjeve,
për miqtë e tij të shumë, për familjen e tij të gjerë. Kisha dashur që fjalët t'i lënë për nesër, por profesor Zenuni ka lënë kujtim të madh, të pashlyeshëm në jetën tonë. Në rrethin tonë, ato e kishën thënë profesor, mik dhe koleg. Faleminderit, profesor. Sot për gjithë ne është një ditë dhimbje sepse këndohemi nga intelektuali dhe primtari i për i çështjes kombëtare, profesor Dr. Zenon Xhocaj. Të shumta i kemi kujtimet për profesorin e urtë Zenon Xhocaj. Ajo bashkëqytetar ynë në kohën e vështirë, në kohën e dramës sonë kombëtare, të lëvizjeve dhe përpjekjeve tona të parreshtara për liri. Dhe këto e gjetëm profesor Zenon Xhocajin, organizator të manifestimeve sublime të përpjekjeve tona për liri, e gjetëm në botë të demonstratave të rinisë, ngushtriase për liri nga okupatori serb. Ai nuk ishte urrëti ndaj njerëzve, ai urrente vetëm robërinë, uzurpimin e lirisë, hipokrizinë dhe abuzimin. Lavdi profesorit të nderuar Zenon Xhocaj. Dhe gjithë ju të pranishme, me lejoni që në emrin të drejtorisë së arsimit, shpreh ngushëllime për humbjen e profesorit tonë, jo drejtorit të arsimit, profesor Zenon Xhocaj. Zenoni lindi me 28 prill të vitit 1943 me Xhocaj të Junikut. Në vendlindje përfundoi shkollën fillore, kurse shkollën e mesme gjimnazin e Pejës. Në vitin 1972 përfundoi studimet